qysh një vetur që nuk shitet në Gjermani përfundon duke u shitur në Kosovë. Blerja e një automjeti të përdorur nuk duhet të mbetet çështje besimi, por verifikimi. Në tregun e veturave të përdorura, çmimi shpesh lidhet drejt për drejt me historinë e automjetit. Një histori që nuk është gjithmonë e dukshme për blerësin. Gjatë vitit 2025 janë zbuluar raste konkrete që shpjegojnë qartë këtë diferencë çmimi. Platforma që po ndihmon në zbardhjen e këtyre rasteve është platforma Autotracer by Girafa. Është shërbim ky që ofron kontroll të detajuar të historikut të automjeteve online, duke u bazuar në të dhëna të verifikuara nga Evropa dhe Amerika. Sipas verifikimeve në Autotracer, raporti i vitit 2025, rreth 30% e automjeteve Volkswagen të kontrolluara në Kosovë rezultuan me dëmtime të regjistruara kryesisht nga aksidentet. Në një rast konkret, një makinë e paraqitur si pandeshje rezultoi të kishte pasur aksident të rënd, me dëme të mëdha të raportuara në sigurim. Dëme që nuk shiheshin as në pamje, as në dokumentacionin e shitjes. E në një rast tjetër, gjatë një kontrolli të thjeshtë, u zbulua se një automjet që po shitej ishte i raportuar i vjedhur në Holand. Pa këtë verifikim, blerësi do të rrezikonte humbjen e makinës dhe pasoja serioze ligjore. Pra, krejt e thjesht, në www.autotracer.com përmes numrit VIN, përdoruesit kanë qasje në të dhëna nga mbi 32 shtete dhe më shumë se 200 milion regjistrime, që tregojnë historinë reale të automjetit. 1 minutë verifikim sot mund të kursej mijëra euro nesër. Klikoni në autotracer.com, mos blini kerr pa verifikuar një herë.